Si thua? A do të më ndihmosh mua? Unë thjesht u habita shumë, Bergjin. Tani, ti po më kërkon ndihmë që të bëhesh e dashura e Ozanit, apo jo? Pikërisht. Mirë, por çfarë mund të bëj unë? Po ku ta di? Mund t'i thuash gjëra të mira për mua, të bësh që të kaloj më shumë kohë së bashku. Gjëra të tilla. Po të rinim unë dhe Ozani vetëm, diçka do të ndodhte, unë e ndjej. E kuptova. Çfarë ndodhi? Nuk të pëlqeu shumë më duket, apo ka ndonjë problem? Jo, çfarë problemi do kishte? Thjesht unë nuk ja them shumë për këto gjëra. Do me thënë t'i afroj njerëzit me njëri tjetrin. Pastaj, nuk e di pra, unë nuk mund t'a bëj. Ha, e kuptova. Nuk e dëshirë pra. Ose nuk do që unë të jem e lumtur, ose ke diçka tjetër në mendje për Ozanin. Ç'do të thotë kjo tani? Jo, nuk është as pak ashtu. Atëherë mendon se ne nuk shkojmë me njëri tjetrin. Jo, ja, Bergjin, ta thash, unë nuk marr vesh nga këto gjëra, pra. Për ty do të bëj gjithçka që kam në dorë. A seriozisht e ke? A do të na ndihmosh të lidhe me Ozanin? Sigurisht. Me që do ka shumë. I dija. Shoqja ime e dashur. Gjithsesi duhet të iki unë, shihemi. Këtë të mirë nuk do të haroj kur nuk do të haroj. E dje, mua ma thej shumë qartë, Aslan ta lë ty amanet. Asla është vajza jote. Kushdo që do t'ishte në vendin tim do të mendonte. Njeriu nuk ja beson fëmijën e vet çdo kujt. Shiko, unë nuk isha në vete. Kur hapa syt të pash ty, mendoja se do vdisja. Nuk e di, në atë çast, e thash ashtu, vetëm kot. Pikërisht në atë çast të shkoj në mendje të ma besoj Aslan? Sikur doje të thoshe diçka. The Aslan ta lë ty amanet. Sepse. Dhe pastaj humbe ndjenjat. Sepse çfarë? E di, unë dua ta di këtë. Sepse e thash ato që thash, do më thot. Sepse ajo të do, të respekton. Në atë moment mendova se kështu do të ishte më mirë. Nuk e di, kështu mendova. Profesor? Mirë se erdhe. Mirë se erdhët edhe ju, profesor. Si jeni? Mirë jam, faleminderit. U bëra merak, si është nëna? Flasim qëtër herë. Profesor Tarek, ku po shkoni? Ju solla çaj juve? Tjetër herë. Miru pafshim. Miru pafshim, profesor. Jo, Bergjin, nuk të telefonova për ndonjë problem. Thjesht desha të falenderoja. Në këtë ngjarje në fundit, mënyra se si u solle për baban e Asës tregoi vërtet pjekuri. Si thua pra? Me këtë nuk kupton që unë zakonisht them budallallëqe. Jo, shlidhe ka kjo. Ti ke qenë gjithmonë vajzë ndjeshme. Thjesht në këtë rastin e fundit, që i ruajtë sekretin për baban e Asës, për mua ishte shumë e rëndësishme. Po të ishte dikush tjetër, ndoshta nuk do të ishte treguar kaq e kujdesshme. Nuk e di unë. Mu duk se kjo ishte gjëja e duhur. Në fund të fundit nuk duhet ndëshkuar, as të vetëm se baba i saj është hajdut.
Apo e kam gabim? Ke të drejtë. Të faleminderit. Unë duhet të të falenderoj. E di, sa herë të kesh nevoj, unë jam pranë teje. Shumë mirë që ma the. Mirupafshim. Mirupafshim. Më telefonoj për të më falenderuar zemra ime. Me që më turpërove mua? Në mos thuaj budallallëqe? Si që pe Ozani më telefonoj dhe më tha gjëra shumë të bukura mua. Të lutem, lërë më 2 minuta të shoj këtë lumturi. Në fund të fundit, a nuk e donim edhe ne këtë? Që unë dhe Ozani të afroheshim? Po të ma kishe kursyer atë pështërim do t'ishte edhe më mirë. Gjithsesi, duket se pas ka dhe një rezultat. Dëgjoj tani, vetëm mos e ndërprit komunikimin. Asnjëherë. Mirë se erdhe, baba i dashur. Çfarë u bë, Tarëk? Çfarë ndodhi? Mos është puna e sallës së sportit në shkollë? Çfarë problemi ke ti? Hë? Si mund të akuzosh një grua të pafajshme për vjedhje pa ditur asgjë? Madje duke i bërtitur para të gjithëve, a e ke menduar ndonjëherë? A e mendove si do të ndihesh po të ta bënte ty dikush? A nuk e mendove? Nuk mund t'i trajtosh kështu njerëzit. A kuptove? Tarik, të lutem, zemër... Që tani e tutje. Do të bësh kujdes me sjelljen tënde. Mund ta turprosh veten sa të duash, por nuk ke të drejtë të njollosush emrin tim dhe të vajzës. A kuptove? Do të kesh kujdes. A e shese në çfarë situate më fute? U bëra për turp. U turpërova para një hajduteje. Lutu tani. Lutu zonjush, lutu që kjo punë të përfundoj me të mirë. Nën, të lutem qetësohu, të lutem. Përveç kësaj, a nuk the vetë se kështu do ta kisha asën në dorë? Mos na e prish humorin vetëm se u zomrove me babain. E di edhe vetë si belush, babi ti kalon shpejt i nati. Po. Për lumturin tënde po e duroj këtë lule kuqja ime. Mos haro këtë. A do të më ndihmosh ta fitoj zemrën e Ozanit? A do të më ndihmosh të bëhem e dashura e tij? Bi? Mirë jasla. Unë? Mirë jam po? Thjesht ashtu po mendoja kot e kot. Për babain. Shiko, ende nuk është bëri qallë. Lëre, le ta gjej atë që meriton. Le të bëj çfarë të doj. Ore birë, po them se nën e bi më kanë vënë njerëz pas të betohem ishën dy veta. Më hodhën sipër, me zi shpëtova nga duart e tyre. E për më tepër nuk arrita të shisja ato manshetat e bukura, për ato më digjet zemra. Sigurisht pra. Çfarë kujtove ti? Ore, do e nxjerr nga hunda këtë gjë. Mua më thonë Xhengiz, nuk jam do si do unë. Do të shojnë ato. Ore, asaj Hedies do ja bëj jetën ferr. Si do qoftë Birazer, tani do të ha 2 kafshate e do të nisëm, pastaj flasim, në rregull. Në rregull. Hajde shihemi. Hajde. Hedi. E di fort mirë se çfarë do të bëjmë. Duhet të ta turproj para të gjithëve. Do ta shohësh tani ti. Do ta shohësh. Are, nuk pata një të qëtësi tani. Një sekund.
Çka ndodhur zotëri polic? Kontroll rutinë, letër njoftimi. Çfarë kontrolli në mes të ditës, shef? Kemi bërë ndonjë shkelje? Kontroll rutinë, ma jepni letër njoftimi. Po, sigurisht. Baba i dashur, a u qetësove pak? Mirë jam zemra ime, eja. Nuk është e lehtë të rish qetë pra nënës sate, por jam mirë. Mirë jam. Endes më besohet. Si mund të akuzosh dikë para gjithve? Para gjithve se është hajdut. Ku ndodh kjo? Baba, në fakt nëna nuk ka faj. Edhe ajo nga këndvështrimi i saj kishte të drejtë, kur i kuptoj që ishin vjedhur manshetat, u zëmrua shumë. Binga dolën ato manshetat këtu? Ozani mi dha mua. Po i ku i gjeti? Nga baba i Aslët. Ai është vërtet hajdut, sepse ishte ai që hyri në shtëpi dhe vodhi manshetat. Ozani i amori atij dhe mi dha mua. Pastaj tha ta mbyllim këtë çështje që Asla të mos turpëroj dhe të mos ndjej keq për shkak të asaj që kishte bërë baba i saj. Pastaj pra, kur nëna u tërbua që ishin vjedhur manshetat, mu desh unë të ndërhyja. U detyrova të gënjeja. Thash se i gjeta në shtëpi. Nuk doja që për shkak të poshtërsisë së një njeriu të shkatrojë një familje. Të lumt bija ime. Të lumt Berçin, këtë e prisja prej teje. Shef, kjo punë pas gjatet pak si shumë, mua më duhet të iki, kam përshkuar edhe në depo. Nuk do të ikish askund, do të vish me ne në stacion. Arsyeja? Ka një kallëzim ndaj teje për vjedhje. Me siguri ka ndonjë gabim, shef. Shlidhje kam unë me vjedhjen, unë jam shofer këtu. Ec, hajde, ec. Vlla, të lutem vetëm një sekond. Të paktën të mbyll makinën, prit një çast, lutem. Hajde. Shiko, mua duhet të nisem, vlla, të lutem. Përbes Zoti ju pas ka dhënë juve durimin e profetëve. Po t'isha unë aty do t'ja kisha treguar vendin asaj shtrigës i Bejlit. Pra, akuzon njerëz të pafajshëm për para të gjithëve? Përbes më shumë nervozohem tash. Shtrig. E dje, të thash unë ty. Të thash të kishe kujdes kur shkoje për pastrim. Shiko, për një mashni që humbi vetë të quajti ty hajdute. Desha të themu që roft më mirë, por larg qoftë. E mjaft tani, kaloj e shkojmë. Sa keq duhet jetë ndjerë babai im. Sa më shumë mendoja që më keq ndjehem. Jo, unë do të shkoj dhe t'i them diçka. Ulu. Sipas meje, mos ta zgjasim më këtë mohabet. Çfarë u bë? Të doja të mos kishte ndodhur, por ja që ndodhi. Nuk kemi çfarë të bëjmë më? Asla, ti po thua ashtu por grua e shkret përfundoi në spital. Mos e dhënë Zotit i kishte ndodhur diçka? Atëherë çfarë do të thoshte ajo shtriga Sibel? Mirë, kushërir, mbaroi kjo punë. E vërteta doli në shesh pra? Kjo është më rëndësi. Për më tepër shikon nëna shumë mirë. Ke të drejtë. Hajde pra, çoni të futemi brenda. Për Zotin u bë akull këtu jashtë. Ozan, nuk po them që ke bërë gabim, por ishte e rrezikshme. Pse shkove i vetëm pas atij njeriu më thuaj? Nuk isha vetëm Xhaxhitarik, edhe Jazi ishte me mua. A e di tani ku është ai njeri? Nuk e di. Me siguri është dukur pa lënë gjurmë. Xhaxhitarik. Po. Sa e çuditshme, apo jo? Një vajzë si Asla me një baba të tillë. Asla është si engjëll, edhe zonja Hedja është njeri shumë i mirë. Por ai njeri, nuk di si ta them, është komplet. Nuk është si ato, apo jo? E vërtet, nuk e meriton. Domethënë, po të dilte dikush
E të thoshte pasaj, ai nuk është baba i vërtet i Aslës. Nuk do habitesha. Për çfarë lidhje ka? Një vajzë e tillë me një baba të tillë. Shumë e çuditshme. A sa është e vërtet? Ke të drejtë, Ozan. Apo jo? Eylül. 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 Kushërir. Kam diçka që dua të bisedoj me ty. Ja, Eylül. Eylül. Për ty, Asla. Janë dinje që po rriten brenda meje për ty. Kjo është e vetme gjë që po mendoj. Edhe kur përpiqem të mendoj për diçka tjetër nuk ja dal dot. Kur mbyll syt shoh vetëm fytyrën tënde para meje. Të gjithë zërat në mendjen time janë zëri yt. Çdo hap që hedh më çon drejt teje. Dhe këtë s'doja ta mbajam brenda vetes. Asla unë ti më pëlqen shumë. Turp të vi. Ti çfarë shoqe je kështu? Virgin, dëgjo. Mbyllë gojen. Ti shumë mirë e dije që mua më pëlqen Ozani. E megjithatë si mundet të më bësh këtë? Unë bëra gjithçka për ta mbuluar çështjen e vjedhjes së babait tënd. Vura veten në rrezik për të shpëtuar nderin tënd dhe të nënës tënde. E vura veten në rrezik. Por në këmbim ti mua më thua këtë? Shikoj këtë. Turp të vi. Virgin, mua më vjen shumë keq. Më fal. Të lutem më fal. Mbyllë gojen. Nuk ke turp. Virgin, të lutem më fal. Virgin, më fal. Jo. Mirëmëngjes, si birë. Mirëmëngjes. Prej nga po vjen ti kështu? Je i të ri me pluhur? Në fakt kisha pak punë. E kuptova. A je i uritur? Po jam, vi me njerë. Mimtas, hajde mëngjesi është gati. Po vi, zemra ime. Mirëmëngjes, Ozan. Mirë, ju both mirë juve, unë po nisem. Të paktën ha diçka. Jo, zemër. Kemi mbledhjen e bordit drejtues dhe duhet të përgatitem. Do të ha diçka në zyrë. Hajde mirë pafshim. Shihemi më vonë. Punë të mbarë. Ti nuk do të marrësh pjesë në mbledhjen e bordit drejtues?
Për çfarë? Si për çfarë? Ti je aksionerja më e madhe e asaj kompanie. Ti ke të drejtë të jesh atje, je e detyruar. Mimtazi i zgjidh të gjitha në vendin tim, pastaj më njofton edhe mua për çdo detaj. Si mendon Mimtazi i zgjidh? Trashëgimtarja babait tim je ti, jo Mimtazi. Bir, Nën, ajo është shkolla e babait. Dhe aksionere që je duhet të jesh atje dhe të bësh të ndjetë prania jote. Mimtazi mezi pret të përvesoj gjithçka që ka mbetur nga babai. Të paktën mbro të drejtën tënde në udhëheqje. Mbro trashëgimin e babait tim. mirë Bir, ke të drejtë ashtu të bëj. Të haj edhe pak diçka? Fytyra e këtij ma hoqi oreksin. Të bëftë mirë. Kur isha e vogël, mbolla një pemë limoni në borrin e shtëpisë tonë. Ashtu si unë rritesha edhe ajo rritej. Do të jepte fruta, do të lëshonte rrënjë. Një ditë babai erdhi në shtëpi shumë i zemruar. Unë vrapova me entuziazëm drejt tij dhe i thash: "Baba, shiko. Shiko sa e bukur është." A e di se çfarë bëri ai? E goditi me shkelm. Ja thehu degët. Dhe pastaj e shkuli nga rrënjët. Shpresoj të të ketë pëlqyer surpriza ime. Kujdesu mirë për atë pemë limoni, mos lejo askën t'ia thyje degët. A ke seriozisht? A do të na ndihmosh që unë dhe Ozani të bëhemi të dashur? Sigurisht? E dija. Shoqja ime e dashur. Elyl, më falë për ato që të thash dje për baban tënd, për atë çështjen e universitetit. Pra, edhe unë të prova pak. Më falë shumë. Për një çast mua më iku truri. Krijova idenë e gabuar sikur babai yt kishte penguar të shkojë ti në universitet. Shiko, nuk do ndodh më, premtoj. Mos thuaj ashtu? Nuk kishe nga ta dijete. Edhe unë për një moment ashtu fillova të bërtisja e të sjellesha keq pa arsye. Me të vërtet më falë. S'ka përse. Faleminderit. Ja pra, ashtu si që thonë, sa më shumë i ikën, aq më shumë të ndjek. Kurs përgatitor për universitet. Ëndrat tua bëhen realitet. Unë kam kohë që kam hequr dorë nga ajo ëndër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bergjin. Atëhera jemi plot me emocion? Për çfarë? Për ato që folëm dje? Për planet me Ozanin? Hajde ulu, a mendove ndonjë gjë? Nuk më ra ndërmend ndonjë ide, por do bëj si thua ti. A ke ndonjë plan në kokë ti? Në fakt ka një plan. Mund të shkojmë diku të gjithë bashkë. Pastaj ti do largohesh disi dhe unë do të mbetem vetëm me Ozanin. Për shembull ku? Në kopshtin zoologjik. Në kopshtin zoologjik është kot. Nuk më pëlqen mua kopshti zoologjik. Më duket si burg i ndërtuar për kafshë të pafajshme. Mirë atëherë, te parku i lodrave, Bergjin, a mund ta mendojmë më vonë këtë? Mirë, në rregull. Më thuaj Ajdi, mbrëm pash Ozanin në ëndër. Ishim shumë të lumtur. Kuptoj. Më trego, a ka ndonjë lem nga babai yt? Jo, për fat të keq. Është shumë e çuditshme që një vajzë si ti të ketë një baba të tillë. Po.
E vështirë. Gjithsesi, unë duhet të shkoj në shkollë. Kërkoj ndjes. Flasim më vonë për këto, në rregull? Ama unë erdha që të shkonim bashk. Hajde do flasim rrugës. Hajde eja tani. Me që Hedia doli nga spitali, gjithçka duhet të jetë të qetësuar. Edhe ne mund të merremi me punët tona pa rënë në sy. Mirë, po unë çfarë do të bëj? Ti do të merresh me Elylin birim, prandaj dolëm që në agim ne. Dëgjo. Para se vajza të arri në këtë punën e saj, ka pe rrugës ti atë. Bëje një simite, një byrek, një çaj, diçka që t'ja fitosh zemrën. Mirë. Hë, Pa shiko... çfarë ndodhi tani? Po kjo, çfarë është tani? Koraj, kush është ky rrugaç? Çfarë do ai me Elylin aty afër? Ky është ai tipi që i ri pas Elylit. Mendova se shpëtuan prej ti, por ja ku është përsëri pran vajzës. Nuk më pëlqen fare kjo punë. As pak s'më pëlqen. Duhet bërë diçka ne të dy. Ti ri urtë, unë e di çfarë duhet të bëj. Në fakt, orët e profesorit Kerim janë të këndshme, por me notat të shumë do shtrënguar, deri tani nuk është parë ndonjë student të kenë marrë 100 prej tij. Më së shumti jep 80. A vërtet? Do thotë se duhet të studiojmë shumë? Ha? Ozani, më shiko pak si duke? Bukur. Mirë se erdhe, Ozan. Mirë se u gjeta. As ka mirë mëngjes, Asla? Të shkrova mesazh në mëngjes, por s'mu përgjigje, ndaj u bëra merak. As ka ndodhur ndonjë? Jo nuk ka asgjë, unë mirë jam. Bergjin, për pak harrova, karikuesi e Lylit më ka mbetur në çantë, do shkoj te kafja t'ja çoj. Ju rrini këtu. Shihemi më vonë. Miru pafshim. Ozan, u lutem. Aslı? Profesor. A je mirë? Mirë jam, profesor. Vetëm se me zi po marr frymë. Mirë, mos fol, mirë. Eja këtu, ullu. Prit. Ja. Ullu këtu. Prit. Ja, ujnë ku e ke? Pi. A je më mirë? Mirë jam, profesor. Aslı, të shpokollitesh kështu? As frymë s'po merr dot. Profesor, unë kam astmë. E kam që e vogël në fakt. Nëna më çoi te mjeku dhe atëherë më kaloi, por her pas here më përsëritet. E di që stresi e përkeqëson, e di këta, po? Po, edhe kjo mund të jetë, profesor. Asla, të lutem, bëj kujdes, s'ka shaka me këta, bëj kujdes. Jo, profesor, tek unë nuk është aq e rëndë. Përveç kësaj, as nuk dihet nga më ka ardhur. Zakonisht astma është e trashëgueshme. Kalon nga familja, por as nëna nuk e ka, as baba im. Vetëm unë. Pra s'kush tjetër në familje se ka, apo? Jo, profesor. As është e çuditshme? Profesor, përse u duhet? Ha? Kot shpirt. Thjesht u mërzita. Shpresoj të mos përsëritet më.
Prit pak, mere këta. Ja, urdhëro, e kam blerë së fundmi dhe se përdora fare. Jo, profesor, nuk ka nevojë as pak, do ta blej më vonën. Mere të thash, unë kam edhe të tjerë rezervë. Nuk i dihet asnjëherë. Ha, pra më thuaj. A ke mësim me mua? Po, profesor. Hajde. Nuk të fus në mësim me vonesë. Në rregull. Hedje, pije këtë ilaçin se të kalon orari. Se u lodhe, motër, do ta merja vet. Aman, edhe ti. Çfarë lodhi shpirt? Ha? Hedje, dëgjoj çfarë do të them unë. Erdhi Razia. Ne jemi ulur jashtë, nëse e mërzitur Reja. Ta humbësh pak mendjen. Motër, tani nuk jam fare në Terezi, të më falësh. Ti e di si është zonja Razia, si mbyllet goja. Hesht. Përveç kësaj më dhem shumë koka, po pushoj edhe pak. Mirë, në rregull. Por siç të thash ty, nëse mërzitesh, ne jemi jashtë. Nuk do të hapësh? Mirë. Nuran e dashur, shpirti im i dashur. Nuran, ku e lashu në muhabetin? Po të thëja po ja i lylin ty. A e din ti që ajo vajza që është pa njeri, pa përkrahje, punon në kafenen e shkollës, apo jo? O, zot, Razie, përse qenë ka pa njeri vajza ime? Ne jemi pranë saj, zemër. Moj, shpirt, nuk e kisha në atë kuptimun. Që më thua kështu, Nuran e dashur? Ta zëm, për shembull. Po, sikur ndonjë djalë ti vihe i pas vajzës. Përbes çfarë do të bënte? Do t'ja thoshte shefit të saj. Po ta zëm se ndonjëri ja mbushi mendjen asaj. Nuran i dashur, shkolli thohet kësaj. Të gjithë janë të rinj, të gjithë janë moshatar. E din ti edhe vetë këtë gjë. Më fal mua, por mes tyre ka edhe rrugaq të tyll dhe djem të prishur. Bëjnë lloj marifetesh për t'u fituar zemrën vajzave. Të vetohem, Razie. Vajza ime nuk merret as pak me ato punë. Shkon nga shtëpia në punë dhe nga puna në shtëpi. Fal Zotit. Për këtë jemi fare të qetne. Ai, Nuran e dashur. Unë ashtu nuk po them që e lyli i hedh syt andej kënde. Jo, thjesht po se duhet të ketë pasur shumë kujdes ajo. Ti mund t'i besosh vajzës sate, por a mund të besosh djemve të botës tani? Ashtu është, po. Ama, Razie, përse po fut miza në kokë tani? Eylül, kam një lajm të mirë për ty. Çfarë bë? U bëre pak kureshtar dhe telefonova këtij vendi. Të paktën të krijonim një ide ne. Pse? Për ty. Dhe? Ata organizojnë një provim testues. Nëse del ndër më të mirët, mund të regjistrohesh falas. Unë po të them ty, të futesh në provim. Nëse me rezultat të mirë, besoj që do të marrësh, ja ku e ke kursin përgatitor falas. Nuk mundem. Të thash pra, ka kaluar shumë kohë. Unë nuk maj mend më asgjë. Kam haruar shumicën e gjërave. Nuk bëhet. Shih, Eylül, dëgjo. Ti je nxënëse e zellshme. Mundesh. Do t'i kujtosh, çfarë ka këtu? Jas, nuk mundem. Shiko, të lutem mos këmbgul. Mama duhet të kthejmë në punë.
flasim më vonë. Edhe ti hedhe më këtë. Ozan, hajde të kalojmë këndej. Çfarë ka Asla? A fole me të? Duke sikur është e mërzitur. Ose është për baban e saj. Jo, unë e pyeta, por nuk më tha asgjë. Aso nuk kam gula. Edhe ti lëre më mirë. Më falni, u vonova. Hyrë. Mirëmëngjes, kolegë. Ku mbetëm javën që shkoj, ma kujtoni, ju lutem? Iku, zonja Razia? Iku. Tha se kishte pak punë. Po ti çfarë bëre? A i telefonove zotit Tarak? Duhet i ishe përgjigjur Hedie. Ndoshta njeriu donte të thoshte diçka të rëndësishme. Kam frikë, motër. Është e qartë që po dyshon ai. Po sikur të ketë kuptuar se Asla është vajza e tij e vërtet. Po sikur të telefonoj për të më pyetur. Çfarë do të bëj atëherë? Po mira, nuk u takua dje ju të dy. I the çfarë kishe për t'i thënë. Çfarë mund të të pyes më shumë? Nuk e di, do të thot. Sa më shumë mendoj, as më shumë më kap paniku. Hedie. Nëse të telefonon përsëri, përgjigju sipas meje. Gjatë periudhës së Republikës, Roma u zgjerua ndjeshëm dhe me këtë zgjerim filluan të shfaqeshin probleme sociologjike dhe ekonomike. Përballë me këto probleme i lodhi Asambletë Republikane. As nuk dihet nga kam trashëguar. Zakonisht kjo sëmundje është e trashëgueshme. Kalon në familje, por as nëna nuk e ka as babai im. Vetëm unë. Pra askush tjetër në familje se ka? Ashtu? Jo, profesor. A nuk është e çuditshme? Dhe mundësoj zhvillimin dhe rënjosjen e saj. Këtu kishim mbetur, profesor. Mirë, atëherë të vazhdojmë aty ku e lam. Në këtë çështje nuk mund të tregoj fleksibilitet Kerem. E di sa rëndësi jap mbledhjes së bordit drejtues? Gjithçka do të jetë në kontrollin tim. Edhe në mbledhje sillo sipas kësaj, në rregull? Ja. Hajde shihemi. Përshëndetje. Zhilide. Mirë se erdhe. Çfarë surprizë e bukur. Vendosa të marr pjesë në mbledhjen e bordit drejtues. Zemër, nuk ishte nevoja. Unë do i rregulloj të gjitha në vendin tënd gjithsesi. Ozani tha se kjo është gjëja e duhur për të bërë. Edhe unë i dhash të drejtë atij. Ku është dosja e rendit të ditës? Domethënë Ozani deshi kështu, apo jo? A ke ndonjë kundërshtim për këtë? Jo, zemër. Jo. Ja. Dosja e rendit të ditës është këtu, nëse do ulë te tavolina ime. Jo, mirë jam kështu. Ti vazhdo punën tënde. Unë po i hedh një sy.
Aslı, 1 minutë. Aslı, Urdhëro, Ozan. e përse sillesh ti kështu? Si? Si e ftohtë, e rezervuar. Që problem ke me mua? Mos kam bërë diçka që të zemërohesh? Pse më shmangesh kështu vazhdimisht? Nuk kam asgjë me ty, Ozan. Pse i merr të gjeta mbi vete? Atëherë më kë e ke? Çfarë problemi ke? Më trego dhe e zgjidhim. Mos u sill sikur nuk e di se çfarë kam kaluar ditët e fundit, të lutem. Ajo që bëri baba im, sëmundja në nënës time, gjithçka që ndodhi te kompleksi i banimit, këto janë gjëra që nuk kalohen lehtë. Tani nëse më lejon, dua të rri vetëm unë. Më vjen shumë keq, nuk e bëra me qëllim. Mirë, më plasi koka mua. Edhe për pemën e limonit, faleminderit shumë. Por vërtet nuk ishte e nevojshme. Unë mendova se do të gëzohesh. Faleminderit. Por nuk do të më bëj asgjë tjetër veç se do të më kujtoj kujtime të këqija. Ju bëft mirë. Faleminderit. Elul, dëgjoj gjatë mësimit e mendova mirë. Mendoj është ideja e mirë të hysh në provim. Ja, sti këto gjëra i mendoj gjatë mësimit? Mësimi është mësim, duhet të dëgjosh. Jo të shpërqendrohesh. Ta them unë, po vazhdove kështu do të ngelesh në provime, ja. Ja pra, as nuk ishte nevoja ta mbaroja mendimin tim. Shih, mendoj do të jesh e shkëlqyer. Hyr në provim. Shiko, mos u nervozo. Provoja unë ty një herë për të them. Nuk humbet asgjë duke provuar. Kjo mund të jetë një mundësi të fitosh kurs falas. Jas, unë jam kamariere. Baba im punon si portier sepse pati aksident në punë. Dhe unë jam e detyruar të punoj tani. Unë edhe si kur ta fitoja atë kurs falas një ditë mund të detyruem ta lë shkollën për shkak të mungesës së parave. Në rregull? Haroja atë punë, të lutem. Hajde, dil tani. Hajde. Çfarë shkolle na çen ka kjo? Po më kruen duart, hajde mo. Hape hedje. Tarik, kjo ishte ideja jote, apo jo? Ti ja futu në mendje Ozanit. Idenë që Zhylidja të marrë pjesë në mbledhjen e bordit ishte e jote. Zhylidja do merr ka pjesë në mbledhjen e bordit? E po më duket vendimi i arsyeshëm. Ajo është aksionerja kryesore, pse të mos marr pjesë? Tarik, por e ti po tallesh me mua. Jo. Jam shumë serioz. Aslı ka një problem, por ajo nuk ma tregon. Thjesht po gjen justifikime. Ndoshta thjesht nuk ndihet mirë. Ndoshta do që të qetësohet pak. Nuk e di. Por duhet të bëj diçka. Si mendon ta çojmë diku? Ide e shkëlqyer. Mendoj se mund të shkojmë bashkë në kopshin zoologjik. Do të jetë mirë. Ty kënaqesh kur shikon kafshët në kafaz Berçin? Unë thjesht e thash si ide. Parku i lojrave? Të shkosh në parkun e lojrave mund të jetë vërtet argëtuese. Nuk e di. Mos duket pak si çuditshëm? Në fund të fundit tani nuk jemi më fëmijë. Se të duket të çuditshme? Mua më pëlqen shumë parku i lojrave. Mendoj se edhe Aslat i pëlqen. Eja ta pyesim një herë.
Qëllimi nuk është të shqetësoj, por duhet të flasim urgjentisht. E di që të dy jemi të martuar, mos më përsërit vazhdimisht. Por duhet të flasim. Mymtaz, e respektoj vendimin e Zhylidës, por flasim më vonë. Tani kam punë, në rregull? Shihemi më vonë. Alo. Me njerë të takohemi tek administrata. Është dikush që dua ta ndjekësh. Në parkun e lojrave? Tani me njëherë? Edhe mu duk pak çuditshëm, por mbase e heq pak mendjen. Mirë. Mund të shkojmë. Mrekulli, do të argëtojemi shumë. Ozan, ti prit këtu, ne me Asën të rregullojmë pak makijazhin. Përsëri për të njëjtën Për temë? baban tënd. Nuk e kuptova. Ti the që ai do më shumë të që ti të shkosh në universitet. Duhet të hysh në provimin e këtij kursi, për hatrin e babait tënd, për ëndrat që ai ka thurur për ty, Elul. Tani, kush e di sa shumë është mërzitur që nuk ka mundur të çoj. Edhe ato shumë. Atëherë hyr. Po ta fitosh, a nuk do gëzohet babait? Sigurisht që do të gëzohet. Atëherë hyr, Elul. Hyr dhe fito. Në rregull, do të hyj në ato provim. Ja pra, super je. Shiko, besoj. Gjithçka do të shkojë shumë mirë. Kam 2 orë që pres më nën. U bëra pemë duke pritur për besë. Por sa po të dalë, do ja thyje qafën ati çakallit. Mirë, hajde. Kur të mbaroj punë të marr unë në telefon. Hajde. E kuptove apo jo? Do t'i thua shkoni unë, do të vi më vonë. Kur të mbërim te parku i lojrave, do t'i telefonosh Ozanit dhe do t'i thuash më fali, më doli një punë dhe nuk mund të vi. E kuptova Bergjin pra, por a nuk do t'i vi keq Ozanit? Mos u shqetëso për Ozanin ti. Mendo për mua. Fal te, do të argëtohemi shumë. Mirë, në rregull. Gjithsesi sapo të arri në parkun e lojrave, do të dërgoj mesazh. Pastaj ti telefonoj Ozanit. Mirë Bergjin, të thash që kuptova. Hajde të shkojmë. E pa atëherë morëm vesh, po nisemi. Ta bëjmë kështu Ozan? Ju shkoni tani në parkun e lojrave? Unë të kaloj njerë nga shtëpia të shosi është nëna dhe pastaj vi ju bashkangjitem. A mundet? Për mua është në rregull. Do të vish vërtet, apo? Sigurisht, do të vi. Mirë, atëherë ne po shkojmë. Por mos guxo të mos vish, në rregull? Nuk të flas me gojë. Mirë pra, të thash që do të vi. Zoti Mymtaz, fillova ta ndjek. Tani po largohet nga shkolla. Bukur, mos ja ndaj faresit. Zbula çfarë punësh po kurdish dhe pastaj më njofto. Në rregull? Në rregull, zotri. Të dy jemi të martuar, por patjetër duhet të takohemi.
Tani të kam në dorë, Tarik. Mos vallë bëra gabim që pranova të takohem. Po vdes nga frika se mos e kupton që Asla është vajza e ti. Aman, lëre të marrë vesh, po e mori. Ga do e marrë vesh pasaj, mos vallë do në e lexoj pejmën familjare. Pastaj, kush e di këtë hedhje? Ti e din, unë e di dhe vetëm Zoti e din. Pra, nëse ne nuk flasim... Hajde, shpirt. Mos e lodh veten më. Shko, fol qetësisht dhe ktheu. Shiko, nëse nuk shkon, ai do të bëhet edhe më kurishtar. Ke të drejtë. Po i shkroj Aslët që mbëritëm ne. Prit veç pak po e marë. E mirë. Urdhëro. Aslı ne arritëm këtu te parku, ti çfarë bëre u nise? Ashtu, unë nuk po mund të vi. Arigato-ni ju pa mua. E pse kështu? The se do të vije. Nuk ka ndodhur ndonjë gjë e keqe, a? Shiko, më premtove mua. Nëna nuk po ndihet mirë. Duhet ta çojnë në spital atë. Një herë tjetër mund të shkojmë të gjithë bashkë. Ju uroj të kaloni bukur. E, po mirë. Nëse mund të bëj diçka më njofton, në rregull? Në rregull. Faleminderit. Duhej që ta çonte të jemën në spital. Por ajo më premtoi mua, tha se do të vinte. Ne erdhëm këtu që ta sillim atë në qef. E shiko çfarë bën zonjusha. Shëndeti është më e rëndësishme, Berçin. Nejse. Hej, ku po shkon ti? Në shtëpi? Po parku i lojrave? Ne erdhëm këtu që Asla të vinte në qef. Nëse Asla nuk është këtu, s'ka kuptim të rim. Të paktën të bënim një xhiro. Nëse do ti, vazhdo ri. Jo, çfarë do të bëj unë vetëm këtu? Nuk dua të ri vetëm. Prit, po vi edhe unë. Ejlyl! Nesër është aplikimi për provim. Mos haro t'i marrësh dokumentet kur të vish. Mirë, nuk haroj. Hajde pafshim. Miru pafshim. Më falë, vëlla. Po Asla s'tha që shkoj në spital? Përse është këtu? Ndoshta e pas ka mbaruar punën shpejt. Lëre, hajde të ikim ne. Në fakt ajo nuk gënjen kot e kot. Këtu vetëm se ka diçka. Po shkoj të flas me të. O zot. Ndoshta thjesht nuk donte të vinte me ne? O zot. Pse vazhdon ta shqetësosh vajzën? Hajde të ikim, lëre atë. Jo, do të flas me të. Çdo që do të zbulohet, mallkuar qoftë. Asla! Ju... A nuk shkuat në parkun e lojrave? Po ti përse më gënjeve?
Ja ku erdha, çfarë do të më thuash? Asla është dhe vajza ime. Çfarë? E dje, përgjigju të lutem. Asla, a është vajza ime?